Lenë për krejt ata të cilët e kanë problem kohën, edhe buka integrale me u gatue, me është... Jo, s'po du me arsutu, po nashta nuk e kanë kohën. Sa rekomandon ti, sa janë të sinqert burrat të na me bukën integrale? Kom koment këtë pjesë, normal që besoj që është kontrolli i duhur për cilësit. Unë jam shumë skeptike në pjesën e zgjedhjes së bukës, realisht bukën nuk është që shumë e konsumoj, po edhe kur e zgjidhi mundona me qenë sa më i veni besueshëm, me qenë e kontrollume, nashta ndonjëherë pa kështu, ndonjëherë më e sigurt jam kur është e paketume, se të paktën kur është e paketume është pak më e kontrollume, se so kur është kështu. Se di, adeni është një pjesë që është shumë e ndihshme me fola, është pak problem me mendim këtë pjesë, se nuk ki qasja, nuk e din se qysh përgatitet, çka ka plot spekulime që shtohet kakao ose për mu boa janë ngjyra. Dhe normal që çdo herë është pak më e kushtueshme, tash ti kur e blen atëherë të paktën me ditë se çka po blen. Normal, prap jam për me përgatit vetë kushte shtëpie, po nëse veç nuk ekziston mundësia, atëherë mundu me zgjedh bukën që është sa më e sigurt, ose që ka sa më shumë drithnat e plota le të jenë kryesisht. Ose me që na si popull përdorim karbohidrate edhe në shujta tjera, për shembull, kemi ushqime tradicionale siç është patatja, orizi. Mjafton për shembull një edhe mos me pas bukë. Realisht buka është zgjidhje shumë e mirë për shkak si karbohidrat kompleks, edhe nëse është e kompletuar si kjo me fara, me drithëra, po më në integral, është për shembull për jashtë, për kur duhet diçka një vakt i shpejt, si fast food i shëndetshëm.